A ka vend depresioni dhe ankthi në jetën e një besimtarit sinqert? Unë mendoj që nuk ka vend, nëse i kthehemi thënies së profetit fundit, paqja qoftë me te, ai thotë besimtari është optimist. Do thotë është e don optimizmin. Do thotë është një definicion gjithashtu shumë i shkurtër dhe shumë i bukur që tregon që te besimtari nuk ka vend për gjanat që kanë kalu, edhe për gjanat që do të vinë, por pa dashur me keq kuptu këto. Do thotë ne gjithsesi nga e kaluara jon do të marrim mësime, do ta lexojmë të kaluarën në formën e një librit, do të nxjerrim mësime prej saj të cilat do të na shërbejnë në të tashmen gjithsesi. Dhe patjetër që do ta shikojmë, për atë që kemi përgatitur për nesër, po pa na kap ndonjë ankth i madh për atë që do të vi. Edhe është interesante, për shembull, unë e kam hasnë që e kaluara jon zakonisht lidhet me depresionin. Njerëzit që kanë tendenca depresive zakonisht mërziten për ato që ju ka ndodhur në jetë, edhe i rikujtojnë, i riprodhojnë, dhe ajo u shkakton do thotë një lloj mërzie që në aspektin klinik njihet si depresion mandej në të niveleve të ndryshme, derisa kjo pjesa tjetër, pjesa e ankthit, pjesa e frikës gjithmonë lidhet me të ardhmen. Me atë se çka do të ndodhë nesër, çka do të ndodhë mas një viti, mas 6 vjetëve, a do të rritet norma e inflacionit, a do të kemi punë tjera, do thotë janë dy kurthe të cilat neve na parandalojnë që ne të jemi veprimtar në të tashmen. Do thotë dhe njëri na bën depresiv, tjetri na bën anksioz, themi, ose me ankth, me frikë. Derisa është interesante që në Kur'an, në librin e fundit të shejt, pikrisht kur përshkruhet parajsa, kur përshkruhet xheneti, përshkruhet si vendi i njerëzve, të cilët nuk do të kenë as mërzi, nuk do të kenë as frikë. Do të thotë njerëz të cilët nuk do t'i preokupoj as ajo çka ka kalu, po nuk do t'i friksoj as nga ajo çka vjen. Me një formë na është dhënë receta se si ta gjejmë parajsën derisa jemi këtu, derisa jemi në tokë. Se si ta gjejmë paqen, cilët ju e përmendën në fillim. Dhe paqja gjendet nëse ajo e kalumja i afrohet shumë të tashmes, dhe ajo e ardhmja i afrohet shumë të tashmes, në mënyrë që ne të jemi veprimtar të asaj çka na takon këtu dhe në këtë botë.